Shkëlzen Nestor Gavani emërohet drejtori i ri i tregut të Shumicës në Vlorë, pas dorëheqjes Arlinda Tepelenës, e cila tashmë është drejtore e drejtorisë së turizmit në Bashkinë e Vlorës. Kryetari i Bashkisë së Vlorës, Ermal Dredha, ka firmosur emërimin e kreut të ri të tregut të Shumicës, një shah shumë e rëndësishme në qytetin e Vlorës. Shkëlzen Nestor Gavani ka marrë tashmë zyrtarisht detyrën si kreu i ri i tregut të Shumicës, ndërsa ka nisur me njërë nga puna, ku ka takuar të gjithë tregtarët e për t'i ofruar atyre bashkëpunim maksimal në drejtim të shërbimit që ata kryejnë, por edhe të kushteve dhe lehtësirave që vetë tregu i Shumicës ofron. Gavani nuk është një emër i panjohur për institucionet publike në Vlorë. Ai pak vite më parë ka mbajtur detyrën e zëvendës drejtorit të portit detar të Vlorës. Tashmë Shkëlzen Nestor Gavani do të jetë drejtori i ri i tregut të Shumicës, i cili ka nisur me njërë punën për të çuar përpara këtë shah edhe në drejtim të realizimit detyrave dhe objektivave, por edhe të një shërbimi sa më të mirë për tregtarët që zgjedhin atë për të zhvilluar aktivitetin e tyre të përditshëm.